Vojo Kushi, heroi që sfidoi fashizmin dhe mbeti simbol i rezistencës shqiptare. Vojo Kushi, 3 gusht 1918, 10 tetor 1942. Është një nga figurat më të ndriturat të rezistencës antifashiste në Shqipëri dhe një nga emrat më të respektuar në historinë e lëvizjes komuniste në Ballkan. Ai u shpall hero i popullit në Shqipëri dhe hero kombëtar në Jugosllavi, duke mishëruar frymën e luftës për çlirim dhe liri në një nga periudhat më të errëta të historisë së Europës. Origjina dhe formimi. Vojo Kushi lindi në Vrak, pranë Shkodrës, në vitin 1918. Ka të dhëna të ndryshme mbi përkatësinë e tij etnike, disa burime e cilësojnë si pjesëtar të minoritetit serbo-malazes, të tjerë si pjesëtar të komunitetit Arumun. Emri i tij i vërtet mund të ketë qenë Kui, por për shkak të politikave diskriminuese të regjimit të Zogut ndaj emrave me prapashtesa slave, shumë mbiemra u ndryshuan ose u adaptuan sipas gjuhës shqipe, në këtë rast duke u bërë Kushi. Ai studioi në Akademinë Ushtarake në Beograd, ku gjatë kohës së qëndrimit në Jugosllavi u lidh me lëvizjen komuniste dhe u bë pjesë e partizanëve jugosllav, duke u antarësuar edhe në Partinë Komuniste të Jugosllavisë. Aktiviteti revolucionar. Pas pushtimit italian të Shqipërisë në prill të vitit 1939, Vojo Kushi u përfshi aktivisht në organizimin e celulave komuniste në Shkodër, ku ishte një ndër themeluesit e grupit revolucionar të këtij qyteti. Në këtë grup bënin pjesë edhe figura të tjera të rëndësishme si Vaso dhe Branko Kadia, Jordan Misja, Ivo Jovanov, Vojin Dragovi, Petar Bulatovi dhe Vasil Shanto. Grupi i Shkodrës, në drejtimin e Shantos dhe Qemal Stafës, u bashkua më vonë me grupin e Korçës dhe në nëntor të vitit 1941, në shtëpinë e Bojko Lazarovit në Tiranë, u themelua Partia Komuniste e Shqipërisë. Në vitin 1942, Vojo Kushi u zgjodh antar i Komitetit Rajonal për Tiranën dhe u caktua komandant i njësive guerile të qytetit, në një kohë kur rezistenca antifashiste po organizohej dhe intensifikoi në gjithë vendin. Ndërkohë, Enver Hoxha u emërua si udhëheqës i partisë në përpjekje për të përfshirë shumicën muslimane të popullsisë shqiptare në lëvizjen komuniste. Rënia heroike dhe legjenda e Vojos. Më 10 tetor 1942, në një ndër operacionet më të ashpra të regjimit fashist kundër rezistencës në Tiranë, Vojo Kushi, së bashku me shokët e tij Sadik Stavileci dhe Xoxhi Martini, u rrethuan nga forcat e karabinjerisë italiane në lagjen Kodra e Kuqe. Pas një rezistence që zgjati për 6 orë, ku përdorën çdo mjet për të mbrojtur veten, tanket italiane ndërhyn për të thyer qendresën e tyre. Në një akt të jashtëzakonshëm trimërie dhe sfide, Vojo Kushi doli nga shtëpia, vrau disa ushtarë italian dhe pasi mbeti pa municion, u hodh mbi një tank për ta ndalur me trupin e tij, ku edhe ra dëshmor. Ky akt heroik u bë simbol i guximit dhe vetflijimit për një kauzë të madhe, duke frymëzuar breza të tërë shqiptarësh dhe ballkanasisht në vitet e mëvonshme. Trashëgimia dhe kujtimi. Pas luftës së dytë botërore, Vojo Kushi u shpall hero kombëtar nga qeveria jugoslave më 12 shkurt 1945 dhe hero i popullit nga qeveria shqiptare në vitin 1946. Emri i tij u dha shumë rrugëve, shkollave, institucioneve sportive dhe kulturore në Shqipëri. Në Tiranë, në sheshin Selvia, u ngrit një monument për nder të tij, me portretin e tij dhe emrin e skalitur më poshtë. Në vitin 1969 u prodhua edhe një dokumentar shqiptar kushtuar jetës dhe luftës së tij me titullin Vojo Kushi, i cili përforcoi më tej mitin dhe rëndësinë e figurës së tij në narrativën antifashiste dhe komuniste shqiptare. Megjithatë, si shumë figura të tjera të kohës, edhe emri i Vojos nuk I shpëtoi periudhave të pasigurta politike. Vëllai I tij, Marko Kushi, u internua më vonë nga regjimi I Enver Hoxhës në jugun e Shqipërisë, si pjesë e pastrimeve të brendshme që karakterizuan diktaturën komuniste. Vojo Kushi nuk është thjesht një emër në histori, por një simbol I qëndresës ndaj pushtimit dhe padrejtësisë, një figurë që përfaqëson forcën e idealit dhe fuqinë e vendimit për të luftuar, edhe kur shpresa duket e humbur. Historia e tij është një kujtesë e gjallë për sakrificat që janë bërë për lirinë dhe për nevojën për ta ruajtur dhe respektuar atë liri me çdo kusht.